Të nderuar shikues të News 24, mirëmbrëma, mirë se erdhët si çdo të shtunë me mua Daliana në Medikus për diskutuar tema të ndryshme shëndetësore. Në mbrëmjen e sotme do të përqendrohemi tek aritmit malinje, që është një problem i cili prek miliona njerëz në mbar botën. Gjithsesi, nëse ju keni pasur ndonjëherë probleme në lidhje me ritmin e zemrës, ju ftoj të na ndiqni në këtë episod, pasi do të jetë i mbushur me këshilla thelbësore se si mund t'i trajtojmë me metoda bashkëkohore, dhe cilat janë tendencat më të fundit të trajtimit të aritmive malinje. Na ndiqni. Na është bashkuar tani më në studion e Medikus doktori i shkencave Indrit Temali, një mjek kardiolog i mirënjohur dhe ekspert në trajtimin e aritmive, sidomos atyre malinje për cilat ne do të përqendrohemi mbrëmjen e sotme. Doktori do të përpiqet që të na tregojë mbi shkaqet, rreziqet, simptomat dhe çfarë është më e rëndësishmja për trajtimet më të fundit bashkëkohore në lidhje me trajtimin e aritmive malinje. Mirëmbrëma doktor, ju falenderoj që jeni pjesë e Medikus. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, e nisim bashkë me fillimisht shpjegojmë çfarë janë aritmit malinje dhe pse konsiderohen kaq të rrezikshme. Po, aritmit malinje nga vetë emri janë aritmi, pra ritëm i çrregullt i zemrës, që kryesisht vjen nga dhomat e poshtme ose barkushet, dhe që po të lihet i patrajtuar mund të përfundojë deri në vdekje të pacientit ose humbje të pacientit në gati 98% të rasteve. Kështu që meqense përfundimi i këtyre lloj aritmive është i tillë, ato konsiderohen si aritmi malinje. A mund të shpjegoni sistemin normal të funksionimit të zemrës dhe kur ai çrregullohet, pra le të themi? Tani, një paralelizëm është që zemra mund të merret edhe si një shtëpi, po themi, që ka ato dhomat e veta, ato valvulat që mund t'i perifrazojmë me dyert, ka sistemin e vet hidraulik, që mund të thuhet që janë ente gjakut, por në mënyrë të domosdoshme ka edhe sistemin e vet elektrik. Domethënë, zemra ka, si thosh, ato kutijat e shpërndarjes së sistemit elektrik, që janë nyjet ku prodhohet impulsi dhe përçohet ai. Pastaj janë ato telat ose indi i specializuar, i cili e përçon nga dhomat e sipërme te dhomat e poshtme të zemrës në çdo cikël. Pra, impulsi lind në një nyje, që është nyja sinusale, e cila është në atriumin e djathtë, në pjesën e sipërme të tij, dhe pastaj nëpërmjet disa fijeve speciale, elektriciteti që prodhohet këtu, kjo është një nyje që prodhon në mënyrë automatike, sapo fillon jeta derisa mbaron. Pra nuk ka nevojë të marrë komanda. Ajo prodhon në mënyrë automatike. Dhe ky impuls që lind në këtë nyje kryesore përçohet nëpërmjet indit të specializuar në një nyje tjetër pak më poshtë, që ndodhet në ndarjen midis atriumit dhe ventrikujve, që quhet nyja atrioventrikulare. Pra, nga vetë emri është midis atriumit dhe ventrikujve. Ajo shërben aty si një stacion. Pra, aty ka një vonesë të përçimit impulsit nga lart për në ventrikuj. Këtu ndodh ai problemi, pra, që më pas manifestohet. Këtu është stacioni i dytë, pra stacioni i parë nyja sinusale, përçohet poshtë nyja atrioventrikulare dhe pastaj nëpërmjet një tufe të përbashkët që quhet tufa e hisit, ndahet në dy degë kryesore, një për ventrikulin e majt ose barkushën e majt, një për ventrikulin e djathtë. Dhe nëpërmjet ky është rruga normale e përçimit, pra nyja sinusale, nyja atrioventrikulare, tufa hisit dhe degët fundore, të cilat pastaj shpërndahen në miokard ose në muskulin e zemrës nëpërmjet fijeve purkinje, që janë fije shumë të holla që shkojnë pothuajse në çdo qelizë të zemrës. Ky është një sistem i mrekullueshëm që rreth, si thosh, punon rreth 100.000 herë në ditë gjatë gjithë jetës. Dhe që krijon një lloj fiziologjie, pra në fillim kjo elektrifikimi, po themi, ose shpërndarja e impulsit në dhomat e sipërme dhe pastaj në dhomat e poshtme me këtë vonesë shërben që në fillim të kurren dhomat e sipërme, pastaj të kurren dhomat e poshtme dhe kjo të krijojë një lloj ritmiciteti ciklik, i cila i duhet zemrës për t'u mbushur dhe pastaj për t'u zbrazur, sepse zemra është një pompë
e cila... Tani besoj që gjitha audienca, me qëse e shpjeguat me kaq detaje të gjitha anatominë e zemrës, do të jenë shumë të kujdesshëm, sepse kur e mendojnë që e gjithë zemra ka këtë funksion dhe kryen kaq shumë orë pune dhe ne më pas ndonjëherë dhe neglizhojmë, nuk i drejtohemi mjekut specialist, ndonjëherë dhe sforcojmë, sikur pa dashur, duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse është një punë vërtet kolosale, por që është në perfeksion. Është një ndërtim perfeksion, një mrekulli që ka bërë Zoti, i cila, si thush, është, por që ta qetësojmë audiencën, ajo është bërë për të punuar, si thush, me qindra vjet. Nuk është se, si thush, lollet ose, por gjatë punës mund të ketë edhe ato problemet e veta, dhe pastaj lindin këto patologjit, si thush, dhe aritmit në arto. Për të folur për aritmit malinje, a ka disa lloje të tyre dhe cila është më e rrezikshmja? Po, aritmit malinje kryesisht kryesore që çojnë, po themi, në po të linjen të patrajtuara, mund të çojnë edhe në humbjen e jetës, janë takikardia ventrikulare dhe fibrilacioni ventrikular. Këto janë aritmi malinje që lindin në dhomat e poshtme të zemrës ose ventrikujt barkushet. Përveç tyre, këto janë 80% të aritmive malinje. Përveç tyre, në 20% të rasteve mund kemi edhe asistoli ose munges të rrafjeve totale të zemrës ose edhe aktivitet elektrik, por pa puls, pra jo efektiv. Këto janë rreth 20% të rasteve. Pra këto janë grupet kryesore të aritmive malinje. Aritmit janë një grup i madh. Ato ka aritmi që lindin nga dhomat e sipërme, ka aritmi që lindin nga dhomat e poshtme, ka aritmi të lindura, të fituara etj. etj. Por aritmi malinje që përfundojnë në vdekjen e papritur, për shembull, të smurit, janë takikardi ventrikulare, fibrilacion ventrikular, asistoli dhe ekstrasistoli. Cilat janë diferencat mes këtyre që ju përmendët? Po, takikardi ventrikulare do thotë që impulsi në vend që të lindi në nyjen sinusale që përmendëm, që është normale, ai lind në dhomat e poshtme të zemrës, për një sër arsyesh. Dhe krijon aty një qark i cili bën që kjo, si thush, impulsi të mos ndjeki më rrugën nga lart poshtë, por nga vendi ku lind, ai depolarizon komplet zemrën, duke dhënë në EKG një formë tipike me komplekse të gjëra, të rregullta dhe shumë të shpeshta. Kjo është takikardia ventrikulare, e cila edhe kjo mund të jetë disa formshe, mund të jetë me një morfologji, pra me një formë, ose me forma të ndryshme, që është edhe pak më rrezikshme, polimorfe, monomorfe ose polimorfe. Pa shkuar te EKG-ja, si manifestohet me simptoma? Tani, me simptoma, si thush, ajo mund të manifestohet me një ndjesi të rrafjeve shumë të shpejta, sikur zemra po del vendi, si thush, por edhe me mund të paraqitet me marrje mendsh, mund të paraqitet me si dhimbje gjoksi, në raste të kur nuk tolerohet mirë, pastaj nga ana hemodinamike, pra kur fillon kjo aritmia, mund të bjerë tensioni, pacienti ndihet i dobët, i kputur etj, mund të çojë deri në sinkop ose humbje të koshiencës. Pra këto mund të jenë si manifestime të aritmisë ventrikulare. Pastaj aritmia tjetër malinje, vdekjeprurse, është fibrilacioni ventrikular. Fibrilacioni ventrikular do thotë që zemra ka një lloj dridhje jo sinkrone, pra nuk është efikase. Pothuajse është e barabartë me arrestin kardiak, pra ka ndaluar ajo rreth në mënyrë krejt të çrregullt dhe nuk arrin të pompojë gjak. Dhe nëse nuk ndërhyet aty me defibrilator, ajo, si thosh, do çojë në vdekje të pacientit. Simptoma që ka pacienti në këtë rast? Aty është arresti, domethënë humbja koshiencës. Kur është fibrilacion ventrikular, meqense gjaku nuk del dot nga zemra, ai nuk shkon dot në tru, nuk shkon edhe bie personi. Orët e ardha të shpëtimit për këtë lloj? Tani, tu flitet me minuta. Me minuta, jo me orë. Domethënë në kushte kur ne kemi aritmi të tilla malinje, takikardi ventrikulare që nuk tolerohen nga ana hemodinamike ose sidomos fibrilacion ventrikular, këtu duhet ndërhyrë brenda 5 minutave, 10 minutave të para. 3 deri në 5 minuta e parë janë minutat e arta, ku shanset edhe të rikthimit në jetë janë më të mëdha. Pastaj çdo minutë që kalon, shanset ulen me nga 10%, domethënë. Shanset e shpëtimit. Tu flitet me minuta.
Aritmi tjetër është pastaj asistolia, kur nyja sinusale, po themi nyja kryesore, nuk prodhon impulse dhe asnjë nyje tjetër poshtë ose nuk e merr përsipër si thosh depolarizimin e zemrës dhe zemra pushon, po themi. Në EKG kemi një vit të drejtë, okay? Dhe situata tjetër është kur zemra ka një ritëm të rregullt, por për arsye të ndryshme, për shembull shtypja e zemrës nga uji ose gjëra tjera, infarkti e tjerë, zemra nuk arrin të pompojë, pra aktiviteti elektrik është bosh, nuk arrin të prodhojë tension. E kuptoni? Sa të zakonshme janë në Shqipëri aritmit malinje, doktor, dhe cila grup mosh apo gjini është më e prekur? Tani, në statistika, si thosh, ajo prania e aritmive malinje vjen e rritet me moshën. Do me thënë, moshat e mëdha kanë përqindje më të lartë të aritmive malinje. Për shembull, në moshën 80 vjeçare mund të ketë një incidencë prej 200 raste në 100.000 persona. Kaq që madhe. Ndërkohë që në një fëmijë ose një i porsalindur e ka 1 në 100.000. Pra, fillon me 1 në 100.000, shkon deri 200 në 100.000. Duke marrë këtu për shembull moshën e mesme, diku nga dekada e 5 deri e 6, 4 deri në 6 të jetës, ku shkon 50 në 100.000 raste. Në Evropë, për shembull, janë rreth 300.000 aritmi malinje ose vdekje të papritura në vit, po kështu edhe në Amerikë. Pra, është një fenomen që rritet me kalimin e moshës, sepse edhe zemra, si thosh, mas moshës 40 vjeç, fillon edhe shtohen ato faktorët e rrezikut, fillon edhe sëmundjet bashkëqyrtuese, kështu që aritmit malinje mund të përbëjnë rreth 50% të vdekjeve të zemrës në moshë të... A ka një ndasi mes grave dhe burrave se kush janë më të rrezikuar? Po, ka një ndasi. Burrat janë më të rrezikuar se sa gratë për të pasur aritmi malinje dhe ajo që është edhe më e disfavorshme për to, është edhe mbijetesa pas trajtimit. Gratë kanë më shumë shanse të mbijetojnë një aritmie malinje se sa burrat. Dhe këtu jo vetëm nga ateroskleroza. Do të thënë se thuhet që ateroskleroza është më shpesh tek burrat deri në menopauzë, për gratë, pra deri në moshën që gratë kalojnë në menopauzë, pastaj barazohet, por është parë në studime që edhe po të përjashtohet ky fakt, se gratë janë më të avantazhuara për aritmit malinje se sa burrat. A ka ndonjë simptom, flasim pak për simptomat, doktor, se ne i prekëm pak kur bët edhe ndarjen e llojeve të aritmive malinje, po ndonjë simptom shumë delikate që pacienti nuk duhet ta neglizhojë asnjëherë dhe menjëherë, ndoshta edhe me urgjencë, ti drejtohet ofruesit të kujdesit shëndetësor, mjekut. Domethënë, në vlerësimin e aritmive malinje është shumë e rëndësishme historia e smundjes. Domethënë, në qoftë ose flasim pak për kushtet që çojnë një herë në aritmi dhe pas për simptomat. Po, për smundjet që mund të çojnë në aritmi. Domethënë, smundjet ndahen si thosh në smundje strukturore, smundje të zemrës, smundje elektrike, pastaj janë edhe abuzimet me ilaçe ose me drogra, substanca tjera rekreative. Në smundjet strukturore të zemrës, ne kemi smundjen me kalimin e moshës, smundja koronare, pra smundja ishemike e zemrës, bën pjesën e luanit, si thosh, si shkak i aritmive malinje. Por edhe smundjet të tjera strukturore të zemrës, si që është zmallimi i zemrës nga shkaqe të tjera, alkolike, nga lindja, nga miokarditet e ndryshme, infeksionet virale, edhe këto përbëjnë një gamë rreth 15% pra të vdekjeve të papritura ose aritmive malinje në moshën mbi 45 vjeç, po themi. Ndërsa në moshët e reja, më shumë janë problemet elektrike të zemrës. Problemet elektrike që do thotë problemet të kanaleve ionike, pra kemi ose të disa smundjeve të linduar të sistemit të elektrik.
Këtu luan rol gjenetika. Luan rol gjenetika, për shembull sindromi QT të zgjatur, sindromi QT të shkurtër, është sindromi Brugada, dhe takikardia katekolaminergjike quhet, pra nga adrenalina, dhe pastaj kemi edhe smundje, kur luan rol domethënë gjenetika, kardiomiopatia hipertrofike ose depozitimet e ndryshme si amiloidoza, sarkoidoza e tjerë të muskulit të zemrës. Këto janë smundje që kryesisht ose smundje displazike e ventrikulit të djathtë, janë terma që si thosh përshkruajnë pak smundje gjenetike të zemrës, që manifestohen ndoshta me aritmi si shenjë parë. Gjithsesi këto janë pacientë të cilët kanë më akses në kujdesin shëndetësor, sidomos tek mjeku kardiologës, sepse ka një protokoll krejtësisht tjetër të ndjekjes ritmeve të zemrës, ndryshe nga ato që ndodhin kështu krejt papritur, apo jo? Nëse zbulohen, patjetër që ato duhet pastaj të investigohen më thellë. Pra kuptimin të bëhen teste gjenetike, të bëhet ndoshta rezonancë magnetike, të vendosen pajisje mbrojtëse defibrilatore etj. Pra ato nëse zbulohen, të përjashtohen nga aktivitetet sportive, ka disa masa që monitorimi për këto, domethënë. Pastaj janë edhe abuzimet me drogra ose substanca të tjera rekreative, të cilat edhe këto mund të çojnë. Kohët e fundit a shihet një ulje moshe ose rastet të pacientëve të cilët kanë një moshë relativisht të re që drejtohen për të tilla problematika, qoftë edhe nga abuzimet me drogën dhe alkoolin që ju përmendët? Abuzimi me drogën është shumë aterogjen, domethënë prodhon aterosklerozë të parakohshme. Pra, qoftë se aterosklerozën e presim në mosha mbi 45-50 vjeç, mund ta vërejmë në qoftë se personi përdor kokainë për shembull, edhe në mosha të reja, dhe këto bëhen shkaqe edhe për infarkte në mosha të reja. Dhe infarkti mund të paraqitet edhe me aritmi malinje si shfaqje e parë, domethënë, ose mund të komplikohet me aritmi malinje gjatë dekursit të saj. Megjithatë, kryesisht ateroskleroza është në moshat e mëdha dhe si thosh ato që kalojnë infarkt dhe kanë funksion të ulur të zemrës, ose ato që kanë zemër të zmalluar, insuficiencë kardiake dhe kanë funksion të ulur, janë më të rrezikuarit për të bërë aritmit malinje. Aritmi. Simptoma delikate që nuk duhet neglizhuar asnjëherë? Domethënë, fillum atë që historia thash e smundjes është shumë e rëndësishme. Pra, nëse ne nxjerrim që personi, si thosh, ka pas të afërm të gradës së parë, të cilët kanë vdekur në mënyrë të papritur, dhe ndoshta nga investigimet, autopsia, ose ka qenë një moshë e re nën 50 vjeç, vdekje e papritur, ka nxjerrë që mund të jetë diçka gjenetike, atëhera, si thosh, ky futet në grupin me rrezik të lartë për të pas vdekje të papritur. Nëse ky person bën humbje koshience ose të fikët, që është aritmik, për shembull, pra të fikët që nuk paraprihet nga sindroma vagale, themi ne, pra që nuk paraprihet nga një djersitje, nga një zbeje, nga këto simptoma që paraprin të fikët e zakonshme, po themi, por në mënyrë të papritur, duke qëndruar mirë bukur, atij i bie të fikët, atëhera ky futet në grupin me rrezik të lartë për aritmi dhe duhet investiguar. Pra, sinkopi ose të fikti është një ndër shenjat kryesore, sidomos në persona të cilat kanë familiaritet për vdekje të papritur. Të tjerë mund paraqitet me rrafje të shpejta, ndjesi sikur zemra, si thosh, po fluturon. Ose mund paraqitet edhe me dhimbje gjoksi. Kjo dhimbja, sepse këto rrajt e shpeshta të zemrës ndonjëherë janë lehtësisht të ngatrueshme dhe me patologjia për problematika të tjera, si mund të jetë edhe një ankthi zakonshëm, ose ndonjëherë edhe në shumica rasteve të fikti, rrafjet e shpejta janë pasojë çrregullime psikologjike ose ankthi, domethënë. Është vërtet. A ka ndonjë zgjedhje specifike të stilit të jetesës, dieta, stërvitja, mënyra të ushqyerit, stresi, ngarkesa, që mund të ulin pra të zvoglojnë atë predispozitën për zhvilluar aritmi? Ideja është sipas grup moshave, domethënë është kjo. Në qoftë se bëjmë fjalë për grup moshat e reja, të cilat janë diagnostikuar me paterne të rrezikshme për aritmi malinje,
për shembull sportistët, po themi, ose njerëzit që merren me aktivitet fizik në moshë të re dhe janë shumë fit, shumë në formë. Në qoftë se ti doktori si thosh vëri kardiopati hipertrofike, trashje të murë të zemrës patologjike, displazia aritmogjene e ventrikulit të djathtë, pra shenja që mund të lini aritmi nga kjo zonë e zemrës, ose shenjat të tjera të smundjeve të lindura të kanalit që përmendëm, jo Brugada, Wolff Parkinson, janë disa sindroma që cilat mund t'i dallojë doktori qoftë edhe me EKG. Atëherë këto duhet këshillohen që të mos bëjnë aktivitet agonist. Pra në qoftë se këshilla për popullatën është të bëjnë sport, në këto raste mund të ulet pak rekomandimi ose mund të përjashtohen nga aktivitetet agoniste kompetitive. Po, që kërkojnë nivel të lartë trajnimi. Nivel të lartë adrenaline, nivel të lartë sepse nxisin aritmit. Në qoftë se flasim për grup moshën mbi 45-50 vjeç, thamë që aty kryesore është ateroskleroza, infarkti miokardit, insuficienca kardiake. Në këtë rast, faktorët e rrezikut klasik janë ato që, si thush, duhen kontrolluar mirë, kuptimin e kësaj që diabeti, kolesteroli, hipertensioni, duhani dhe aktiviteti i shëndetshëm, kuptimin lëvizja, po themi 150 minuta deri në 300 minuta në javë, të bëhen rutinë, domethënë që të ulet rreziku. Që i shërben jo vetëm zemrës, po të gjithë organizmit, sepse sindromi metabolik bashkë me diabet, bashkë me yndyrna, bashkë me obezitet që ndikohet bashkë me tension. Ndërkohë, cilat teste diagnostikuese përdoren për të diagnostikuar aritmit malinje dhe sa efektive është elektrokardiograma për zbulimin e hershëm të aritmive? Po, shumë drejt. Elektrokardiograma duket një ekzaminim i thjeshtë. Rutinë, do me thënë, dhe, por, si të ajo mund të zbuloj e vetme një pjesë të mirë të aritmive malinje. Pra në qoftë se dyshohet për aritmi malinje, e para është elektrokardiograma. Elektrokardiograma mund të zbuloj aritmi të lindura, si që janë këto sindromat që përmendëm, që mund të duken, ose ti edhe mund t'i kërkosh. Për shembull, në qoftë se ato pullat e elektrokardiogramës vendosen në mënyrë klasike, për të zbuluar aritmi, ti mund t'i vendosish më lart, ose mund t'i vendosish edhe djathtas, pra për të parë zemrën në këndet e tjera, si thosh elektrike, sepse nganjëherë këto mund t'i zbulojnë. Kupton? Kështu që elektrokardiograma, pastaj janë edhe monitoruesit e ritmit. Për shembull, në rutinë përdoret Holteri ose monitoruesi i ritmit, i cili mund të jetë 24, 48, 72 orë deri një javë. Por ka një problem sepse varet nga shpeshtia e aritmisë. Ka një herë aritmia është një herë në 2 muaj, ose është çdo ditë, ose është. Pra, në varësi të asaj ti mund të përdorish Holterin për aritmi të shpeshta, po jo për aritmi të rralla. Në qoftë se aritmit janë të rralla, mund të përdoret një loop recorder, quhet, pra një pajisje që vendoset në lëkurë dhe mund të rrijë aty për 3 muaj, 6 muaj, edhe një vit. Edhe në këtë rast jep vendoset nën lëkurë, thatë? Po, nën lëkurë. Është mini-invazive. Mini-invazive, nuk ka nuk është operacion ose diçka dhe është shërben për të dhënë informacione lidhje me aritmi të rralla, të cilat i dyshon, por nuk e një evidencë, kuptimin që të dokumentosh. Ekokardiografia është ekzaminim bazik i cili duhet bërë në mënyrë të plotë. Pra, jo të shifet vetëm sa e fortë të zemra, por të shifen edhe anomalit anës së djathtë, të shifen prolapsi i valvulës mitrale, të shifen stenoza aortë, të shifen fraksioni i eksionit, të shifen sa më shumë elemente, domethënë, që mund të ndihmojnë në këtë. Nganjëherë, ekokardiografia nuk është e aftë të zbulojë gjithçka, dhe nëse ti dyshon vërtet që këtu bëhen fjalë për aritmi malinje, atëherë mund të drejtohesh rezonancës magnetike të zemrës, që është një ekzaminim më i avancuar dhe që me anë të një lënde që quhet gadolinium, një lloj kontrasti, ti zbulon zonat të zemrës të cilat nuk marrin pjesë në lëvizshmërinë normale, pra janë fibrotike, nuk janë vitale, nuk janë dhe ato në qoftë se janë mbi 5% të murit të zemrës, mund bëhen shkak për aritmi malinje. Bëhen faktor sepse aty nuk qarkullon elektriciteti si duhet, mund bëj rihyrje të impulsit e gjëra elektrike të cilat mund të bëhen shkak për aritmi malinje.
Po, orët inteligjente, doktor, që mbajmë në duar ndonjëherë për të monitoruar, a janë efektive për të zbuluar këto aritmi? Ka ndonjë kontribut orët inteligjente? Po, dhe me thënë nuk duhet neglizhuar kjo pjesa e orëve inteligjente, kuptohet ato nuk janë udhërthysit, dhe me thënë të doktorit, pra nuk është testi i mirëfill, por mund të shërbejnë si një sinjal, sepse si që thamë, këto aritmi, si thush, mund t'jenë edhe të ralla, ose mund t'jenë të vështira për të kapë, sepse ato ka një avantazh që në qoftë se pacienti lill ankesat me anomali elektrike, ato mund t'jenë shumë të besueshme edhe shumë të dobishme për mjekun që të krijojë një ide, por mjeku nuk mund bazohet vetëm tek Patjetër. Gjithsesi mund të marrë një indicje personat që i mbajnë. A mund të përjetojë dikush një aritmi malinje pa pasur asnjë simptom? Po, mund të ndodhi edhe ajo, është vdekje pa pritur, pa aritmike, janë ato raste fatale që, si thush, por zakonisht vdekja pa pritur do thotë që personi vdes një orë brenda fillimit të simptomave. Pra disa simptoma mund të jenë aty në një person që përpara ka qenë i shëndetshëm dhe ose me smundje kronike stabilizuara, kështu po. Mirë, ne do të shkëputemi këtu për pjesën e parë, do të nikim një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish me doktorin Dritë Emali për të folur për të gjitha opsionet e trajtimit, sidomos duke u ndalur te ato trajtimet më bashkëkohore në lidhje me aritmit malinje. Na ndiqni. Jemi rikthyer sërish së bashku në studion e Medicus, vjoj të jem në shoqërinë e doktorit Dritë Emalit për të folur tani për opsionet e trajtimit të aritmive malinje. Cilat janë trajtimet e menjëhershme për dikë që përjeton një aritmi malinje si urgjencë mjekësore? Tani, ajo që është një urgjencë mjekësore, aritmi malinje do thotë arrest kardiorespirator, dhe në këtë raste aplikohet ndihma e shpejt ose ndihma bazike jetë shpëtuese. Që duhet dhënë ky mesazh që nuk duhet pritur mjeku ose nuk duhet prit një personel për ta dhënë. Çdo njeri prej nesh duhet i ketë dy koncepte bazike, të cilat mund të shpëtojnë jetën atij njeriu që ka psu një aritmi malinje që ka dhënë pastaj një arrest kardiak. Pra, kjo është mesazhi i parë, nuk duhet prit dhe duhet kërkoj ndihmë, kuptimin që të thrasi ambulancën e tjerë. E para është të shifet nëse ka personi puls apo jo. Pra, e dyta është nëse ka, si thush, merr frym apo jo. Dhe ajo që rekomandohet është të fillohet me njëherë masazhi ringjallja kardio-respiratore, që konsiston në shtypjen e toraksit ose të gjoksit me intensitet, dhe me thënë rreth 100 herë në minutë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse çfarë bën kjo shtypja është bën një farë imiton punën e zemrës, pra zemra ka ndaluar për shkak të aritmive malinje dhe ti në mënyrë mekanike e shtyp e nxjerr gjakun nga zemra, ky gjak shkon në tru. Nuk është se është një manovër që është njësoj si të punoj zemra vetë, por e ndihmon që ta mbajë në jetë dhe fiton kohë, blen kohë, domethënë blen kohë deri kur? Derisa të vi defibrilatori, ose një pajisje e cila do të godasi zemrën për ta ristartuar. Sa efektiv është defibrilatori, doktor? Tani, në qoftë se përdoret në momentet e para, ai është e rrit 75% mundësinë e mbijetesës, pra është shumë efektiv. Sidomos në aritmi që janë defibrilueshme, i themi ne, pra aritmia takikardia ventrikulare, fibrilacion ventrikular, janë aritmi që po t'i japësh një goditje nga jashtë, të kthehen. Përsa po të ketë asistoli ose mungesë të rrafjeve, ai është i padobishëm. Me kalimin e minutave, edhe, si thush, defibrilatori është e humbet fuqinë. Pra, në qoftë se kalojnë rreth 10 minuta, ai ka një mundësi rreth 10% që ta kthej nga mbi 50% që ka 75% që ka ta kthej në minutat e para. E kuptoni? Pra koha ka rëndësi. Por ajo që duhet bërë është masazhi kardiak, në qoftë se është një person
ai do ta bëj, si thosh, rëndësishme është që zemra të pompoj. Dhe her pas here mund të japi frymarrje pacientit. Nëse janë 2 persona, mund të bëjnë 30 shtypje me 2 frymarrje dhe ky cikël të përsëritet. Duke pas parasysh edhe vështirësitë e kësaj pune, kuptimin që po të zgjatet, personi fillon e lodhet, duhet ndrru me njëri tjetrin e kështu me radhë dhe të kërkojnë ndihmë në mënyrë që të vi defibrilatori. Defibrilatorët, po flasim për të jashtëm defibrilatorët, rekomandimi është që të vendosen në vende publike, sa më shumë në sepse ju thatë që minutat janë vërtet shumë të arta në këto raste. Shumë e drejtë. Mund të vendosen për shembull në qendra tregtare, mund të vendosen në stadiume, mund të vendosen aty ku ka grumbullime të mëdha njerëzish dhe ku probabiliteti për të ndihmuar është më lart dhe njerëzit ta dinë ku është, si thosh, defibrilatori. Dhe defibrilatori mund të jetë se njerëzit mund të kenë një lloj stepje, kuptimin nga përdorimi i kësaj pajisje. Tani defibrilatorët janë automatik. Pra, ai vetë bën gjithë punën. Kuptimin që nuk është nevojitet në trajnim, domethënë thjesht ai të thotë vendosja ato padosat adezive, po e kontrolloj ritmin, thotë, në qoftë se ritmi duket i shokueshëm, pra që mund të jepet një shok, shtyp këtë buton, pastaj atë buton. Dhe kaq. Dhe në qoftë se ritmi nuk është i shokueshëm, ai vetë nuk e jep atë. Mos kenë frikë njerëz se po i bëjnë dëm. Sa mirë do ishte që na dëgjojnë edhe sigurisht që të merren masa për të merren masa sepse shpëtojnë njerëz dhe kjo është strategjia që të përhapen në territor defibrilatorët dhe të mos pritet, si thosh doktori, pastaj kuptohet që vjen ambulanca dhe fillon atë ndihmën e avancuar që quhet. Ndërkohë, çfarë roli kanë efektet, medikamentet, më falni, antiaritmik në, le të themi, trajtimin afatgjatë të aritmive? Po, për një kohë të gjatë, ilaçet antiaritmike kanë qenë të vetmit që mund të përdoreshin në këto raste. Ato janë goxha efikase për të trajtuar aritminë në fazën akute, ashtu edhe për ta mbajtur që të mos ndolli, si thosh, përsëritja e aritmisë. Tani janë disa klasa ilaçesh që quhen antiaritmik, ndër këto beta-blukusit ose ilaçet e zakonshme si bisoprololi, atenololi e tjerë, janë ato që janë më të sigurt edhe që përdoren më rutinë. Por varet nga personi. Në qoftë se, si thosh, zemra e personit është e normale, aty mund të përdoren klasat të veçanta të antiaritmikëve, që janë to klasat e parë C, i themi ne, flekainit, provafenon, por në qoftë se zemra është dëmtuar, pra nga një infarkt, është e zmallduar, është insuficiente, atëherë përdoren ilaçe që cilat janë më të sigurta në lidhje me si thosh edhe atë lloj situate që ka zemra, si për shembull amiodaron ose sotalol e tjerë. Tani duhet thënë kjo që në disa raste përdorimi i antiaritmikëve mund të nxjisë vetë aritmi. Pra, përdorimi i antiaritmikëve nuk është pa rreziqe. Kjo kur ndodh? Kur merren për një kohë të gjatë ose ndoshta nuk ndrohet si mjekim apo? Kjo ndodh kryesisht kur nuk ka kontrolle të rregullta mas fillimit të antiaritmikëve. Pra, në qoftë se ne fillojmë një antiaritmik, duhet ta monitorojmë pacientin. Nëse këtu ka modifikime të EKG-s, zgjatje të segmentit QT për shembull, ose disa elemente të tjera, atëhera ne duhet ta ndërpresim ose të ulim dozën e antiaritmikut. Sepse mund të bëj efektin e kundërt. Sepse mund të bëj efekt proaritmik. Pra, antiaritmiku nxit aritmi. Kupton? Pra, antiaritmik plus pastaj antiaritmikët, disa, siç është amiodaroni për shembull, që është shumë i mirë, është antiaritmiku që ka klasat e 4 klasave të antiaritmikëve së bashku, edhe përdoret për zemra që janë të dëmtuara, mund të krijojë edhe efekte anësore në kohë. Për shembull, në tiroide, depozitime në sy, në fibroza pulmonare e tjerë, dhe këto mund të kenë efekt në jetën e pacientit. Prandaj, përdorimi i antiaritmikëve është shumë i mirë, por duhet monitoruar edhe për efekte anësore dhe për efektin proaritmik. Mund të ndryshohet mjekimi, mund të kombinohen klasat, varet edhe nga lloji i aritmisë. Shumë
Po, duke konsultuar dhe me mjekët e tjerë që mund të jenë përgjegjës për sëmundje të tjera. Patjetër, duke ndjekur me analiza, duke ndjekur edhe me ekzaminime imazherike, po themi. Defibrilatorët e implantueshëm ICD, si ndihmojnë në menaxhimin e aritmive? Tani, për qoftë se flasim për aritmit malinje, defibrilatorët e implantueshëm janë zgjidhja e afatgjatë e këtij problemi. Në kohët moderne, po themi. Pra, në qoftë se ne kemi një zemër të infarktuar, një zemër të zmalluar, një zemër që funksioni i saj është më pak se gjysma e asaj që duhet ishte në realitet, atëhera defibrilatori përbën opsionin e parë për parandalimin e një vdekje të papritur ose një aritmie malinje. Pra, në qoftë se personi ka dy situata, në qoftë se personi ka bërë një aritmi malinje, mas një infarkti, po themi, dhe është trajtu, në kohë që është trajtuar, është revaskularizuar, i themi, pra është hapena gjakut, janë dhënë edhe ilaçet e plota në këtë rast, dhe ka kalu një periudhë rreth 40 ditë, po themi, nga trajtimi, dhe përsëria i bën, pra janë dhënë edhe medikamentet antiaritmike, siç përmendëm, domethënë, kordaron, beta-bllokues e tjerë, dhe përsëri vazhdon me aritmi, dhe funksioni është i ulur, ai ka indikacion për të vendosur një defibrilator të implantueshëm, për të parandaluar një ngjarje të dytë që mund të ndodhi, por kjo mund të vendoset edhe si parandalim edhe pa ndodhur një ngjarje e parë, sepse është parë që subjektet e tilla janë shumë të prirur për aritmi malinje. A është kjo praktikë që përdoret për shembull edhe tek futbollistët të cilët ju kanë ndodhur ndonjë episod në fushë apo është diçka tjetër? Është diçka, ndërhyrja është e njëjtë, vendosja e defibrillatorit të implantueshëm, por te futbollistët nuk kemi zemër me infarkt ose zemër të zmalluar. Kemi një zemër që është hipertrofike, kardiopati hipertrofike ose që zemër me probleme elektrike, domethënë displazi aritmogjene ventrikullit djathtë, edhe këto sindroma që përmendëm, që të zgjatur, e shkurtër, brugada e tjerë, të cilat e bëjnë të domosdoshme vendosjen e defibrillatorit, por në këtë rast defibrillatori vendoset për të parandaluar aritmit nga këto patologji elektrike, jo nga lodhja e zemrës ose pafuqia e saj. Në metodat të tjera të cilat mund të jenë jo invazive, cilat janë trajtimet më të fundit bashkëkohore në trajtimin e aritmive malinje? Në trajtimin e aritmive kemi antiaritmike që thamë, defibrillatori implantueshëm, por edhe studimin elektrofiziologjik me ablacion quhet. Është një metodë e re, ka disa vite tash është e konsoliduar, domethënë, që në raste të caktuara, në raste kur ka indikacion, tenton që të shkëpus atë qarkun e aritmisë nga ana elektrike. Pra, është një metodë që nuk është një operacion, nëpërmjet lëkurës futen disa kateter në zemër dhe bëjnë stimulime elektrike. Pra, ne japim stimulime elektrike. Pse i bëjmë këto? Në mënyrë që të nxisim aritmin, ta riprodhojmë. Duke riprodhuar aritmin, ne shohim ku lind, ku përhapet dhe cila është pika që duhet sulmuar. Tani, këto janë, si thosh, sofistikuar, bëjnë një mapping elektroanatomik të zemrës dhe duke eliminuar zonat të caktuara, mund të jenë zgjidhje për aritmit në të ardhmen dhe shmangin edhe defibrillatorin, shmangin edhe... Këto le të themi e kanë revolucionizuar të gjithë trajtimin e aritmive malinje, dhe harta 3D dhe kjo elektrofiziologjisë, pra dhe ablacioni kateterit, të gjitha këto janë trajtimet dhe metodat më të fundit. Ndërkohë, a ka ndonjë rast që nevojitet kirurgji për të trajtuar një aritmi malinje? Në vitet e fundit, kirurgjia po eliminohet gjithnjë më shumë, domethënë në lidhje me aritmit malinje. Më shumë po përdoren, dikur është bërë, si thosh, një lloj, në qoftë se pacienti ka ngel me zemër të zmalluar, aneurizmatike, i themi ne, pra zonë që nuk lëviz fare, nganjëherë është heq ajo zonë, domethënë, edhe është rikonstruktuar zemra, me idenë që edhe të ndihmohet si funksion, por edhe të zhduket kjo zonë që është aritmogjene. Në udhëzimet e fundit nuk është se, si thosh, rekomandohet kirurgjia. Aty do bëhet ose defibrillim, implantimi i defibrillatorit të implantueshëm, do që vendoset në lëkurë dhe e ke aty si pajisje inteligjente që monitoron gjithkohën dhe ndërhyn kur ka nevojë, ose
ablacion me kateter, siç përmendëm, ose kombinimi i të dyjave. Se për shembull ka raste kur vendos defibrillator të implantueshëm, por aritmit janë si tip stuhije, po themi, pra që ato nuk pushojnë. Pavarësisht se dhe defibrillatori ka një gjatësi të caktuar, pra mund t'japi goditje, por po t'japi mbi 100 goditje, po themi, ai do shkarkohet. Për të eliminu këtë, do të një lloj konsumi. Një lloj konsumi, sa është me bateri, dhe për të eliminu këtë bëhet ablacioni i zonës aty. Pra, ablacioni në këtë rast shërben si ndihmues i defibrillatorit, pra ka dhe kombinime të terapisë. Kirurgjit nuk është se përdoren shumë në këto. Dakor, mirë, do të kalim tani tek mesazhet e publikut, që t'i hedhim një sy të gjitha mesazheve për sa i përket aritmive malinje, të shohim se çfarë i shqetëson të gjithë ndjekësit e Medikus në lidhje me simptomat apo rreziqet. Regjia na ndihmon me mesazhin e parë. Përshëndetje Medikus, ju uroj suksese në emisionin tuaj. Jam një djalë 35 vjeç me profesion inxhinier. Muajin e kaluar kisha një episod të frikshëm, po punoja në laptop kur papritmas ndjeva zemrën të më rritë fort. Kisha marrje mendsh dhe ndjeva dopsi. Zgjati pak sekonda, por ishte diçka që nuk e kisha provuar më parë si ndjesi. Nuk kam pasur përsëritje të këtij episodi, më ka ndodhur vetëm një herë të vetme. A më sugjeroni një kontroll? Ky është rast klasik që do kontroll. Pra, në qoftë se është një person i shëndetshëm, 35 vjeç, me profesionin, me gjitha që nuk ka, por ka ndjerë zemrën t'i rritë fort, do thotë që është një aritmi. Dhe ka pas marrje mendsh, do thotë që kjo rrafje ka që shpejt e zemrës, nuk ka arrit që të pompoj gjak sa duhet, pra frekuenca mund të qenë shumë e lartë, shpeshtia e zemrës, sa të mos furnizohet truri sa duhet, dhe të japi këtë gjendjen e sikur nuk po furnizohet mirë, po merre mend, pra është një aritmi jo e toleruar mirë. Me kuptoni? Në këtë futet në grupin me rrezik, si thosh, pra aritmi që duhen vlerësuar. Kështu që patjetër ky do një kontroll. Mund mos jetë gjë, kuptimin që por duhet bërë një kontroll, sepse siç folëm ne, një EKG, një eko, ndoshta edhe një provë ushtrimore, një holter, mund të zbulojnë. Një histori familjare e mirë mund të zbulojnë. Kalojmë tek mesazhi i dytë. Përshëndetje Medikus, unë kam disa kohë që vuaj nga ankthi, kam vënë holter, kam bërë një ekokardiogram, jam konsultuar dhe me specialist që më ka thënë që zemra është në gjendje normale, po prap kam aritmi. Jona Korç. Tani, edhe ky është një rast tipik që për ta zhdramatizuar pak situatën, domethënë, sistemi jonë autonom, pra sistemi simpatik, parasimpatik, si thush, jap një impulse zemrës. Pra çdo gjendje stresi, çdo gjendje emocionale i rrit rrafjet për të përballuar atë gjendje stresi. Dhe në këtë rast janë bërë disa ekzaminime, EKG-ja, holteri, ekokardiograma, që nuk kanë tregu një patologji. Në këtë raste, si thush, e drejtë është ajo që konsulta me një mjek, ndoshta edhe psikiatër për gjendjen e ankthit mund të ndikojë në përmirësinë. Në këtë rast zemra është pasojë e stresit të shtuar ose ankthit, frikës së pa justifikuar dhe përgjigjet me rrafje të shpejta. Pastaj nga kjo frika që s'po na punon mirë zemra, është edhe më keq, rritet ajo ndjenja ankthit. Është si cikël vicioz, domethënë që njëra nxit tjetrën, domethënë, por në këtë rast një konsult me doktoreshën e ankthit mund të ishte shumë e dobishme. Ka edhe ilaçe si beta bllokuesit, të cilat mund të ndihmojnë në uljen e rrafjeve të zemrës dhe uljen e stresit. Pra, mund të jepen edhe ilaçe nga ana e zemrës, domethënë, por kryesisht ky don menaxhim të ankthit, më tepër se sa konsult, sepse ajo e ka kryer me mjekun kardiolog. Mirë, kalim tek mesazhi tjetër. Jam një vajzë 29 vjeç, pak mbi peshë. Është hera e dytë që më ndodh në punë pasi konsumoj kafe, kam dridhje dhe rrahje të shpeshta zemrës. Zgjasim pak shumë dhe më kanë shqetësuar. Mund të kem ndonjë problem me zemrën apo thjesht nuk mi toleron organizmi kafet apo pijet energjike? Faleminderit. Okej. Kjo është një aspekt tjetër i rëndësishëm i aritmive. Pra, personat që kanë aritmi, që kanë prirje për rrafje të shpejta dhe shregullta, masa e parë që do marrin është eliminimi i nxitësve të zemrës. Çfarë futet të nxitësit? Kafeja, alkooli, duhani, çaj, pijet energjike, pijet me gaz, drogra të ndryshme, të gjitha këto që nxisin, kanë potencial për të nxitur zemrën, janë masa e parë që duhen eliminuar tek personat që kanë aritmi. Në këtë rast, është shumë e qartë kuptimin ajo mund të bëjë një provë të mos përdori kafeinën, meqense nuk e toleron, se kafeina është një nxitës i zemrës, dhe nëse zhduket problemi, okay, nëse persiston, atëherë mirë është të bëjë një konsultë
Më të zgjeruar. Mirë, kalojmë edhe tek mesazhi i fundit. Doja të ndaja me ju eksperiencën time. Mamaja ime ka pasur një ditë episod takikardie që i zgjati 12 minuta. Rajet e zemrës 180 më pas u qetësua. Sa është koha që duhet presim në shtëpi pa e konsideruar urgjencë? Ju falenderoj. Konsiderohet episod i zgjatur 12 minuta? Po, patjetër. Se mua më frikson ky 12 minuta me qetë të vjetë, po nuk e di në praktikën mjekësore. Ne përmendëm që ka disa lloje aritmish. Për shembull, mamaja, tani ideja është që te mosha, me rritjen e moshës rritet për shembull incidenca ose shfaqja e një aritmie që quhet fibrilacion atrial, që nuk është aritmi malinje nga ato që përmenden takikardi ventrikulare që vjen nga dhomat e sipërme, një ritëm i organizuar. Dhe ka një mundësi që të jetë kjo lloj aritmie. Dhe mund të shkojnë rrafet 150, 180 e tjerë. Por ka edhe aritmi të tjera që janë aritmi supraventrikulare e tjera. Tani, kjo situata, do me thënë, në qoftë se ti ke 12 minuta aritmi, mirë është të njoftosh, do me thënë, sepse në qoftë se ti nuk i bërë asnjë vizitë asnjëherë, ajo nuk dije se çfarë lloj aritmie është, si do shkojë e tjerë, domethënë, ose të paraqitesh edhe vetë në urgjencë e kështu me radhë. Në këto raste, për shembull, fibrilacioni atrial është një lloj aritmie që nuk është malinje në kuptimin që të çon në humbje të jetës për disa minuta, por ka një rrezik, për shembull, mpiksje së gjakut, e cila mund të bëhet pastaj burim një embolie, i themi ne, pra një shëtitje të trombit në përrejnë të gjakut që të përfundojë në tru dhe të japi ishemi cerebrale ose strok, që është një gjë pastaj shumë serioze. Kështu që në këtë rast duhet vlerësuar, do thosha unë, qofse nuk ka bërë vizita tjera, ai duhet bëj këto EKG-n, ekon, holterin, me shpresën dhe mirë është edhe kjo mesazh duhet dhënë që nëse aritmia zgjat, 12 minuta nuk është një kohë e gjatë, por nëse zgjat 30 minuta për shembull, ose ka episode të përsëritura, mirë është të dokumentohet aritmia. Çfarë do thotë dokumentim? Të bëhet një EKG, një shërit zemre. Nuk ka rëndësi se ku bëhet. Mund ta bësh te qendra më e afërt, domethënë aty, por dokumentimi i aritmisë është shumë i rëndësishëm për atë që merret me aritmitë edhe për mjekun kardiolog në përgjithësi, sepse zbulon diagnozën. Ne mund të vendosim këtu holtera, eko, dhe mund mos arrijmë, domethënë. Mund bëhet edhe studim elektrofiziologjik e ndonjëherë arrijmë. Por dokumentimi në moment është shumë i rëndësishëm edhe për të marrë rrugën e trajtimit. Ju falenderoj shumë, doktor, që ishit sot me mua në Medicus për të gjitha këto këshillat të vlefshme që ju ndatë sonte me mua dhe me të gjitha audiencën e Medicus, gjithashtu dhe për të gjitha ato këshillat praktike që janë ato orët e arta të shpëtimit të gjithë njerëzve që kanë problematika të tilla. Lajmi mirë është fakti që me metodat bashkëkohore, me zhvillimet në teknologji tani më aritmit edhe mund të trajtohen, sigurisht jo në rastet që janë fatale dhe që nuk janë trajtuar, janë lënë pa trajtuar pra për një kohë të gjatë. Ju falenderoj dhe ju mirëpres sërish për tema të tjera. Ishte kënaqësi edhe jam i hapur si thosha për ftesa të tjera. Faleminderit. Mirë, ju falenderoj shumë që na keni ndjekur përmes ekranit të News 24 bashkë me mua Dalianën. Shihemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 20. Deri atëherë, kujdesuni për veten. Natën e mirë.